Prej gati një muaji, mbetjet urbane të pambledhura në fshatin Baltës të Bashkisë Fier janë kthyer në një problem serioz për banorët dhe mjedisin. Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë rënduar edhe më shumë situatën, ndërsa mbeturinat që shtohen çdo ditë po krijojnë një situatë të rëndë higjieno-sanitare dhe rrezik për shëndetin e komunitetit. Kryetari i fshatit Baltës, Latif Kazanxhiu, thotë se për situatën është njoftuar dhe administratori i njësisë administrative Dërmënas, por deri tani nuk është ndërmarrë asnjë masë konkrete për pastrimin e mbetjeve. Sipas tij, dekompozimi i mbeturinave ka shkaktuar erë të rënda të padurueshme, ndërsa zona përreth është kthyer në një mjedis të papërshtatshëm për banorët. Kazanxhiu u shpreh se indiferenca e pushtetit vendor po e përkeqëson situatën pasi mbetjet vazhdojnë të grumbullohen çdo ditë. Në kushtet kur sipas tij kërkesat e banorëve nuk kanë marrëzide, kryetari i fshatit paralajmëron edhe protestë. Ai kërkon ndërhyrje të menjëhershme të bashkisë për largimin e mbetjeve dhe normalizimin e situatës, duke paralajmëruar se nëse pastrimi nuk kryhet së shpejti, banorët do të ngrihen në protestë. Tani një shqetësim i madh për gjithë banorët e fshatit Baltës janë hedhje e mbeturinave, inerteve, plus që të gjitha pulat ngrohtura janë bërë ndjeni administratori komunës. I është bërë kërkesë ka 2 javë edhe s'po marrë asnjë përgjigje. Edhe jo vetëm që është moti i nxehtë, po kalesë, po do kërcas një epidemi që do të smunit gjithë. Në rast se nuk vinë për të tërhequr, unë do të organizoj gjithë banorët edhe do vetë në zemrën e bashkisë, sepse ndryshe me këta nuk zgjedhin. Po flen gjumë, nuk janë fare aktiv punë. Pastrohen bregdetet, bëhen investimet të tjera atë, kurse ky është një shërbim bazik për gjithë komunitetin. Mos tërheqësh plera, sidomos në këtë situatë tani që janë kështu. Po bën 2-3 javë që janë ndjeni dhe asnjë mas nuk bëhet.